إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, prej tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi të devijojë, dhe kë e le Allahu Azza wa Jall në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi të udhëzojë. Salat e selamet qofshin mbi më të dashurin ton, mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjet e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, feja Allahut subhanahu wa taala është fe hyjnore, që do të thotë është fe që buron prej Allahut Azza wa Jall, fe e shejt që askush nuk ka të drejtë të shpik diçka në këtë fe, apo të mangoj diçka nga kjo fe. Allahu Azza wa Jall e ka plotësuar fenë islame përmes dërgimit të pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte zbatues dhe qartësues dhe sqarues i fjalës së Allahut Azza wa Jall, pra fjalës e kemi për qëllim librit të Allahut Azza wa Jall, Kur'anit madhështor. Vëllezër të ndershëm besimtar, Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: sot u apërsosa fen tuaj, u aplotësova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha për ju islamin si fe. Çdo kush prej neve duhet që këtë fe ta kuptoj drejt dhe sakt. Fe Allahut Azza wa Jall përderisa është fe hyjnore prej Allahut Azza wa Jall, atëherë pra kuptohet qartë që kjo fe e ka një status dhe ka një plan program të vendosur hyjnor prej Allahut Azza wa Jall dhe prej të dërguarit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj në fe, këtë fe hyjnore, ku themi fe hyjnore, fe Allahut Azza wa Jall do të thotë që njerëzit këtu nuk kanë të drejtë të shprehin mendime të ndryshme dhe të japin mendime të tyre, sepse është fe Allahut Azza wa Jall. Pra, Allahu na ka zgjedhur neve këtë fen islame, edhe ne për të qenë musliman çish duhet, ashtu që ka kërkuar Allahu Azza wa Jall, padyshim që duhet të adhurojmë Allahun Azza wa Jall dhe ta mësojmë fenë Allahut dhe ta kuptojmë fenë Allahut ashtu që ka kërkuar ai i cili na ka themeluar dhe na ka zbrit këtë fe, ai është Allahu Azza wa Jall. Ai ka kërkuar prej neve kushtet e caktuara, obligimet e caktuara, detyrimet e caktuara, ndalesat e caktuara, e që janë sipas kërkesës së Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër të dashur, këtë fe duhet ta kuptojmë drejt këtë udhëzimin e Allahut Azza wa Jall, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kujt ja don Allahu Azza wa Jall të mirën, ja jep kuptimin e drejtë të fesë. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kujt ja don Allahu të mirën, ja mëson kuptimin e drejtë të fesë. Andaj çdo kush që don me mësu fejnë Allahut Azza wa Jall dhe arrin me mësu fejnë Allahut, kjo është se Allah ja ka desh të mirën. Dhe çdo kush që nuk arrin me mësu fejnë Allahut Azza wa Jall dhe nuk din për fejnë Allahut, atëherë dije që s'ja ka desh të Allahut të mirën. Andaj duhet me kuptu fejnë ashtu që na ka mësu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të drejtë, me kuptim të drejtë, me kuptu këtë dituri. Dituria e fesë islame është vetë islame, është vetë feja. Andaj kanë thënë dietarët, kjo dituri është fe, se ti me këtë dituri kime adhuru Allahun, andaj kujdes nga kush po e merrni fen tuaj. Vëllezër të dashur besimtar,
Feja jonë bazohet në dituri, nuk bazohet në ignorancë. Për arsye dhe ajeti i parë në Kur'an, lexo në emrin e Zotit tënd. Lexo, studio, mëso për fenë Allahut subhanahu wa taala. Feja nuk mësohet në për rrugë, feja nuk mësohet në për vende jo të duhura. Feja mësohet ka institucione të caktuara, ka libra, ka xhamia, ka hoxhallar, nga këta mësohet feja Allahut subhanahu wa taala. Nuk është fe që del dikush në media, apo filozofon, apo flet në emër të fesë, në fakt ai nuk është i thirrur, apo nuk e ka kuptuar fenë Allahut azza wa jall. Pra, feja jon ka bazë nga kush mësohet dhe si të mësohet. Dhe të dashur, kur themi që feja islame është fe e diturisë dhe jo e ignorancës, kjo do thotë që duhet të mësohet dhe të studiohet Kur'ani dhe kuptimet e Kur'anit. Në fakt, tefsiri, spjegimi i ajeteve, që këto ajete spjegohen përmes dietarëve të cilët i kanë spjeguar duke u bazuar në hadithe profetike dhe duke u bazuar në thënjet e sahabeve të cilët kanë bashkjetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në atë kohë. Dhe ata kanë qenë më të dijshëm për ajetet e Allahut azza wa jall, për fjalët e Allahut, sepse ata kanë qenë në atë kohë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çdo ajet e kanë ditur se në cilën rast ka zbritur ky ajet dhe për shkak ka zbritur, sepse ajetet e Allahut kanë zbritur me shkaqe. Kur'ani ka zbritur për 23 vite, sipas shkaqeve, sipas nevojave, kanë zbrit ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Andaj sahabët kanë qenë ata më së miri që e kanë kuptuar fjalën e Allahut azza wa jall. E si mos të mirët spjegimi i Kur'anit nga sahabit dhe sidomos nga sahabiu i njohur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si për shembull Abdullah ibn Abbasi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua tek Allahu dhe duaja e pejgamberit padyshim që është e pranuar. Ka thënë: "O Zot, mësoja kuptimin e drejtë të fesë Abdullahit dhe mësoja komentimin e Kur'anit." Dhe ka qenë njëri prej sahabive të ri, por prej komentuesve më të mirë të Kur'anit, edhe vetë me dëshminë e Omerit radiallahu anhu. Për ata sy dhe Omeri në pëndeje e mirë ke vazhdimisht edhe Abdullah ibn Abbasin. Andaj o vëllezër, këtë çështje nuk duhet shmangur dhe të i kaluar kuptimin e sahabeve ndaj fesë Allahu subhanahu wa taala, sepse ajo është pasuria më e sigurt dhe më e saktë e diturisë së fesë islame. Tjetër, vëllezër të dashur, duhet të studiojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithet e pejgamberit alaihi salam. Çdo musliman duhet që më së paku ta ketë një libër prej 40 haditheve të Imam Nevaviut në shtëpi dhe t'i lexojë ata dhe t'i praktikojë ato. E pun pas, padyshim që nuk bën shtëpi e muslimanit pa e pasur një libër pas Kur'anit. Ajo është Riyadus Salihin. Riyadus Salihin me hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra përmbledhja e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku çdo musliman duhet të lexojë vazhdimisht në këtë libër. Dhe ta sheh urtësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mençurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aty do të sheh ndihmën e Allahut subhanahu wa taala që ja ka dhënë drejt për drejt pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wassalam. Dhe e treta, vëllezër të dashur, është që ta mësojmë fenë ton nga dietarët, nga hoxhallarët që e ndjekin rrugën e Kur'anit dhe rrugën e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sipas kuptimit të sahabeve e jo sipas shpjegimeve bashkohore të ndryshme që na dalin anën mban botës, të cilët japin mendime kontraverse në kundërshtim me fenë islame dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na uzot në rrugën e vet, dhe të na falë mëkatet e qulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, feja duhet të kuptohet shpirtërisht, por edhe me mendje. Është fe që përjetohet. Për shembull, namazi nuk është vetëm lëvizje trupore, por është fjalë dhe vepra të caktuara që na ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që fillojnë me tekbir dhe mbarojnë me selam. E ku besimtari duhet të përjetoj shpirtërisht dhe duhet me di që është duke qëndruar para të madhit Allah dhe është duke kryer një obligim ku është duke madhru Allahun subhanahu wa taala me ruku dhe sejdë dhe po i drejtohet dhe është duke komuniku me Allahun subhanahu wa taala. Agjerimi nuk është vetëm përmbajtja nga ushqimi, por është edukim i shpirtit dhe ndjeshmëri ndaj të tjerëve të cilët nuk kanë me ngrënë. Haxhi nuk është vetëm vizitë sikurse turizëm, por është një udhëtim shpirtëror ku besimtari e kalit shpirtin dhe afrohet edhe më shumë tek Allahu subhanahu wa taala. Sadakaja nuk është vetëm ndarje e pasurisë, por është pastrim i shpirtit dhe i pasurisë dhe është humanizëm me të varfërit. Vëllezër të dashur besimtar, Allahu subhanahu wa taala këtë fen ton e ka caktuar që shtam prej mbi 7 qijeve. Dhe feja nuk është sipas zakoneve lokale dhe traditave lokale. Feja është shumë më e madhe dhe më e ngritur se sa kjo. Nëse hasim ndonjë zakon që kundërshtohet apo ndonjë traditë me ndonjë vend apo me ndonjë fis që kundërshtohet me fenë islame, feja islame është mbitë. Është feja qiellore, feja Allahu subhanahu wa taala. Allahu adhurohet me urdhra dhe ndalesa që na i ka caktuar dhe me adhurime që na ka obliguar. E Allahu nuk adhurohet me tradita dhe zakone. Të nderuar vëllezër, kur po themi të kuptohet feja Allahut azza wa jall qartë dhe sakt, kemi disa raste që ndoshta janë adhurim, por nuk lejohet. Edhe nëse njeriu don mu afru tek Allahu azza wa jall me ato adhurime, nuk lejohet. Sepse është fe që shtam, jo fe çdo kush sipas logjikës së tij. Nëse dikush don me agjeru Ramazan, me agjeru ndonjë ditë agjerimit, e ka mundësi që ajo ditë është haram për të agjeruar. Po është adhurim dhe unë dua të agjeroj, themi jo e ketë ndaluar agjerimin këtë ditë, sikurse dita e parë e fitër bajramit edhe 4 ditët e kurban bajramit. Janë të ndaluara. A shifni se kjo fe mirët prej bazave të sigurta, mirët prej Kur'anit dhe mirët prej fesë, prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, nëse dikush dëshiron me lexu Kur'an dhe thot Kur'an unë po du mu afru tek Allahu duke lexuar Kur'an dhe unë në ruku dhe në sejdë du me lexu Kur'an, i themi jo, e ke gabim, nuk lejohet në ruku dhe në sejdë të lexohet Kur'ani. Këtu duhet të thuash në ruku subhana rabbil azim dhe në sejdë subhana rabbil ala. Të përdorësh këto gjëra që janë prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E shifni se është fe hyjnore, e nuk është fe e zakonit dhe traditave. Nëse dikush don me punu dhe don që me fitu me halal, thot unë po punoj me halal dhe po du me fitu me halal, i themi haram e ke këtë çështje në kohën e xumas. Pas xumas dhe para xumas puno, po në kohën e xumas nuk të lejohet. A i shifni se është fe hyjnore, ka rregullat të caktuara e nuk është sipas hamendjes së njerëzve. E lutim Allahun azza wa jall të na mësoj fen ton, ashtu çysh kërkon dhe çysh na ka mësuar Allahu dhe i dërguari ynë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun azza wa jall që të jemi bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin Firdaus. E lutim Allahun azza wa jall që kur të ndahemi për kësaj dunjaje, të ndahemi duke qenë Allahu i kënaqur me neve, me fjalët tona, me veprat tona. E lutim Allahun
ta përfundojmë jetën me islam dhe me iman. E lusim Allahun të ndihmoj muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë. E lusim Allahun azza wa jall të shërojë të samurit e muslimanëve. E lusim Allahun azza wa jall të lirojë të përgosërit e muslimanëve. E lusim Allahun subhanahu wa taala na udhëzojë neve dhe përmes neve të udhëzojë edhe të tjerët. E lusim Allahun azza wa jall të na mëshirojë neve mbi tokë dhe të mëshirojë ata besimtarë të cilët janë brenda në tokë. E lusim Allahun azza wa jall që të na udhëzojë në rrugën e drejtë neve dhe familjet tonë. E lusim Allahun azza wa jall që të na pranojë lutjet tona. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.